Mirëmbrëma shikues të nderuar. Rruga drejt vjen para jush me një edicion të ri, por me një temë të vjetër e cila gati se 14 vjet komentohet, analizohet dhe madje shpesh bëhet edhe monotone. Por kjo është politika fundja, kjo është realiteti ynë politik, në cilin politika i lë çështjet e hapura, mosbatimin e marrëveshjes Ohrit e zëvendëson me ide të reja, konkluzione dhe analiza. E fundit është ajo që u publikua nga Sekretariati për zbatimin e marrëveshjes Ohrit, sigurisht ishte vetëm analizë, megjithatë apo sillemi vazhdimisht në rreth vicioz politik dhe apo ndryshon diskursi, por dhe vija politike e shqiptarëve në Maqedoni, kjo është tema e debatit të sonte. Të ftuar sonte janë Bujar Osmani, zëdhënës i BDI-s dhe shpeshherë në rolin e apologjetit kryesor të partisë, zoti Zylfia Adili, deputet dhe përfaqësues i Partisë Uniteti, dhe zoti Vesel Mehmeti, kryetari i Rilindjes Demokratike Kombëtare. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma. Do të nisë nga ju shkurt, zoti Osmani. Shqiptarët dhe shoqëria kanë më së shumti nevojë për politikanin apo për mjekun Bujar Osmani? Tash varet në çfarë çështje. Mjeku bën punën e tij praktike për një rezultat konkret. Mirë po kontributi i profesionistit në politik mendoj që është i domosdoshëm. Mendoj se vetëm një politikan i cili mbrapa uniformës së politikanit ka një uniformë tjetër, është shumë më i suksesshëm për të kuptuar realitetin për të cilën punon. Zoti Adili, pse nuk dha dorëheqjen nga funksioni i deputetit kur këtë mandat e keni marrë nga BDI-ja? Në fakt, unë jam deputet që nga viti 2014 dhe mendimi im dhe mendimi edhe i votuesit, edhe i popullatës, edhe i shumicës, është se këtë mandat, në fakt, unë, Zylfia Adili, e mora nga vota e popullit, me qëndrimet të cilat opinioni i di shumë havun qëndrimet e mia, konkretisht, për qasjen time politike kundrejt politik bërjes ose udhëheqësisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe në një farë forme, nëse merr dhe analizon fjalimet e mia, diskutimet e mia edhe në zgjedhjet e 2014-s, ishin në një farë forme jo të njëjta me të tjerët që ishin kandidat për deputet. Për qëndrimet e ndryshme në padyshim do flasim, në listat e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe unë tani veçma jam përfaqësuesi i Unitetit dhe jam deputet në Parlamentin e Republikës Maqedonisë, mbroj qëndrimet e popullatës, politikisht mbroj qëndrimet e Unitetit. Dhe nuk ngjej, domethënë, arsye as morale dhe as arsye politike që këtë mandat t'ja rikthej BDI-s për arsye se nuk ma ka dhënë BDI-ja, por ma ka dhënë vota e popullit. Zoti Mehmeti, kush është kryetari i vërtet i RDK-s? Rufi Osmani apo Vesel Mehmeti? Mirëmbrëma edhe një herë Arta, Dionit ju falenderoj për ftesën që na bëhet që të jemi prezent në emisionin tuaj. Përsa i përket punës kryetar RDK-ut, Rufi Osmani, që nga viti 81 ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për çështjen kombëtare shqiptare, dhe këtë kontribut e ka vazhduar edhe në 94 si deputet në Parlamentin e Maqedonisë, më pas në vitin 96 si kryetar komune, dhe pas një pauze 12 veçare në vitin 2009 sërish kthehet në skenën politike ati ku e la në komunën e Gostivarit, dhe në vitin 2011 sërish në zgjedhjet parlamentare kandidon për deputet, zgjedhjet refuzon mandatin, gjithashtu refuzon mandatin edhe në vitin 2014, dhe për shkaqe që tani më dihen, për shkaqe morale... Dhe lideri vërtet është? Për shkaqe morale, do thotë, dhe dha dorëheqje nga kryetari, dhe për momentin lider i Rilindjes Demokratike Kombëtare është Vesel Mehmeti, për shkak se është zgjedhur nga organet kompetente partijake si lider i kësaj partie politike deri në kongresin e ardhshëm që pritet të mbahet në dhjetor të vitit 2016. Mirë, atëherë para se të vazhdojmë debatin ku për herë të parë ballë për ballë janë Uniteti dhe BDI-ja, unë do doja të ndjekim një kronik të përgatitur.
Me ne fitimtar, bashkë drejt qëllimit, bashkë më mirë, bashkë më të fortë, bashkë për Europë, bashkë ndërtojmë, jetësojmë idealet. Janë këto vetëm disa nga sloganet e Bashkimit Demokratik për Integrim gjatë historisë së saj nga viti 2002 deri më sot. Dhe pa një pa dy, BDI në vitin 2015 na shfaqet me një moto të re: fillojmë. Në të vërtetë, BDI-ja si duket po bën një ristart politik. Dëshiron që gjithçka të fillojë nga e para. Sikur të kishte mundësi edhe kohën do ta kthente, por me që koha nuk kthehet, kjo parti ndonse 11 vite në pushtet mundohet të rikthehet te konceptet bazike politike të vitit 2002, kur u formua si subjekt politik i dal nga ish-ushtria çlirimtare kombëtare. Madje BDI-ja këtyre ditëve i shfaqet publikut me një projekt që analizuar nga përmbajtja është shumë i ngjashëm me marrëveshjen e re politike të PDSH-s ose marrëveshjet politike që i propozon opozita. Apo heq dorë edhe BDI-ja nga marrëveshja e Ohrit? Rikthim të preambulës të Kushtetutës siç ishte parashikuar në versionin e parë të marrëveshjes së Ohrit, i cili theksonte identitetin qytetar në vend të atij etnik të qytetarëve të Maqedonisë. Në fakt, ndryshimi i preambulës është bërë nga liderët e atëhershëm politik, Arbër Xhaferi dhe Imer Imeri, të cilët atë botë koordinoheshin me ish-drejtuesin e UÇK-s Ali Ahmeti. Analiza e marrëveshjes së Ohrit jep rekomandimin e dytë të rëndësishëm. Fjala është për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe lexohet e shkruhet zyrtarisht në të gjitha komunat ku shqiptarët janë shumicë. Ne kemi votuar një ligj në Parlamentin e Maqedonisë, ligj i cili nuk i kënaq nevojat e shqiptarëve, dhe për këtë ligj janë në dieni që të gjitha autoritetet e vendit, sepse ne si përfaqësues të këtij populli nuk pajtohemi me atë zgjidhje, por kompromiset në politikë duhet respektuar. Sigurisht që ky është vërtet mandati për të cilën çështja e gjuhës shqipe sërish vendoset në bankat e Parlamentit të Maqedonisë. Gjuha shqipe, sipas Kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit, është gjuhë zyrtare dhe në Maqedoni dhe në asnjë vend tjetër nuk ka gjuhë të parë dhe gjuhë të dytë, por ka vetëm gjuhë zyrtare dhe gjuha shqipe është zyrtare, por është në proces. Rekomandohet miratimi një ligji të ri për gjuhët, nëpërmjet të cilit të qartësohet kuptimi i amandamentit të 5 të nenit 7 të Kushtetutës, sipas të cilit gjuha shqipe do të ishte zyrtare në Maqedoni. Analiza rekomandon edhe zgjerim të detyrimit ligjor për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe publike. Marrëveshja e Ohrit është një det i tërë që brenda tij ka gjëra për të eksploru, ka gjëra që duhet të kërkohen për të nxjerrë në sipërfaqe. Përfaqësimi të zbatohet edhe tek kompanitë e mëdha shtetërore. Ky parim të përfshijë gjithë sferën publike, si dhe të jetë kusht në licencimet apo tenderimet qeveritare. Rekomandohet edhe sistemim i të gjithë të punësuarve nga sekretariati në institucionet shtetërore. Një çështje e ndihshme vazhdon të jetë rekomandim edhe me siguri e njëjta do të jetë pjesë e fushatës. Dhe trajtimi i ushtarëve të ushtrisë shqiptare kombëtare, jo rastësisht ne kemi kërkuar që të sanksionohet dhe të zgjidhet përfundimisht ky problem, sepse deri më tani janë kujdesur shoqata e veteranëve dhe invalidëve të luftës. Kërkohet rregullimi i statusit të individëve dhe familjeve të viktimave nga konflikti i vitit 2001. Dhe mbi të gjitha është vlerësimi i qytetarëve, se atë që e thot Bashkimi Demokratik dhe e bën. Për fund, një ndër sloganet e BDI-s ka qenë: ne guxojmë, ne veprojmë, ju vlerësoni.
Jemi rikthyer në studio. Zoti Osmani, do e nis nga ju, apo heq dorë Bashkimi Demokratik për integrim nga marrëveshja e Ohrit dhe po promovon një marrëveshje të re politike e cila është platforma e opozitës? Jo, as pak. Analiza e marrëveshjes së Ohrit është instrument shtetëror me sponsorizim ndërkombëtar për t'i dhënë një energji të re dinamikës e implementimit të marrëveshjes së Ohrit në fazën që vjen, në periudhën që vjen. Thënë figurativisht, është lënë djegëse shtesë për motorin e implementimit marrëveshjes së Ohrit në periudhën që vjen. Mënyra më e mirë për këtë është nëse bëni një analizë shkencore në nivel ekspertësh me involvim të ekspertëve ndërkombëtar për t'i detektuar se cilat janë ngrykat e ngushta, të cilët kanë në një mënyrë kanë krijuar friksion ose rezistencë në implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe t'i trajtoni ato për të arritur qëllimet e marrëveshjes së Ohrit. A do të thotë kjo që në një farë mënyre ju po i zëvendësoni prioritetet, barazinë dhe statusin e shqiptarëve po i zhvendosni përpara integrimit euroatlantik? Fillimisht mos të harrojmë që marrëveshja e Ohrit është marrëveshje ndërkombëtare. Ajo në politikën ndërkombëtare është në nivelin e marrëveshjes së Daytonit, ose Pakos së Ahtisarit, ose Rambujës, ose marrëveshjes Kumanovës, dhe si e tilla ajo perceptohet nga komuniteti ndërkombëtar, pavarësisht se ne këtu e kemi shndruar në instrument politikës ditore, duke e nënçmuar dhe nënvlerësuar atë. Komuniteti ndërkombëtar marrëveshjen e Ohrit e sheh seriozisht dhe të gjithë faktorët politik serioz në Maqedoni ashtu duhet ta trajtojnë. BDI ka një mision të cilin e ka filluar në vitin 2002 dhe cili përfundon me 3 pika strategjike. Pika strategjike janë këto: integrimi i Maqedonisë në botën perëndimore, në NATO dhe në BE, barazia e plot dhe zhvillimi ekonomik. Mandatet politike BDI i sheh si njësi të një procesi. Megjithatë, draft analiza e marrëveshjes së Ohrit, a është një tregues se deri tani BDI ka dështuar në zbatimin e pikave kyçe? Shifni, marrëveshja e Ohrit tash është shndruar në normë kushtetuese, në amandamente konkrete prej cilës buron fuqia politike dhe burojnë ligjet dhe aktet nënligjore që e rregullojnë këtë kordisë. Pastaj institucionet në kuadër të vullnetit politik të bartësve të momentit konkret duhet ta implementojnë. Domethënë kemi 3 momente. Një është norma kushtetuese, 2 është cilësia e ligjeve dhe akteve nënligjore që burojnë prej tyre dhe vullneti politik. Është e vërtetë që prej ditës parë ne kemi diskrepancë ndërmjet fuqisë politike dhe normative të amandamenteve dhe vullnetit politik kryesisht të palës maqedone. Dhe kjo e ka vështirësuar natyrisht rrugën e implementimit, por në përgjithësi marrëveshja e Ohrit ka ndryshuar Maqedoninë. Dhe nëse aktivizoni atë mekanizmin e krahasimit, si ka qenë dhe si është në tërësi. Kjo ishte ideja. Mendoj që afatizimi i marrëveshjes së Ohrit është kurth, për shkak se marrëveshja e Ohrit ose pra ju që mbani atë linjën që kjo marrëveshje asnjëherë duhet derisa ka një shqiptar maqedoni Zoti Adili, këto ide që përmenden nga analiza e marrëveshjes së Ohrit, a i keni hapur ndonjëherë në BDI, në organet partijake, sepse në opinion, sa më kujtohet mua, nuk ju kam parë të keni dalë dhe të flisni për këtë çështje? Pyetja është shumë e ventë dhe atë që ndjekem, dhe më thonë, këtu reportajën e juaj rreth qëndrimit të BDI-s dhe rreth analizës marrëveshjes së Ohrit, unë të dua këtu ta them shumë hapun. Ju si Alsat mendoj se e keni pas më herët një qëndrim ose një diskutim timin ku ishte kongresi tematik i BDI-s. Ajo ka qenë në një farforme një takim ku ishin edhe përfaqësues ndërkombëtar, ku bujari gjatë gjithë kohës provon ta thotë atë se qenë ka apo nuk qenë ka kurth afatizimi i marrëveshjes së Ohrit. Dhe unë aty kam thonë shumë hapun, është edhe inqizuar ajo pjesë ose ai qëndrimi imi, pikërisht rreth kësaj që sot del sekretariati për implementim të marrëveshjes së Ohrit dhe thotë se ne kemi bërë një analizë. Dhe aty e kemi thonë shumë hapun, edhe në kongresin tematik, edhe në atë kohë në Këshillin e Përgjithshëm, po edhe në kryesi qendrore kemi debatuar shumë hapun. Marrëveshja e Ohrit është kushtetutë e Republikës Maqedonisë dhe parashtrohet pyetja: pse nuk implementohet kushtetuta? 1, 2. Duhet të rikthehemi preambullës së parë të marrëveshjes së Ohrit. Ajo do të thotë Maqedonia shtet i gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë. Do të flasim pak më vetëm ta përfundoj se parashtrohet pyetja
keni debatuar apo nuk keni debatuar. Dhe unë duhet të them shumë apo këtu se kemi debatuar. E kemi cek çështjen e gjuhës shqipe. Ku unë atë që e ceket ju para në fillim pyetjen time pse nuk e ktheni mandatin BDI-s. Unë edhe në përtubime kam thënë shumë hapur se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare dhe ligji aktual për përdorimin e gjuhës shqipe është ligj antikushtetues në fakt. Dhe sot ministri aktual i drejtësisë është dëshmitari i drejt për drejt se cili ka qenë debati i brendshëm në atë kohë brenda BDI-s rreth këtij ligji dhe me çfarë imponimi ose me çfarë diktati politik nga udhëheqësia e BDI-s erdhi deri te ky ligj, vetëm ta përfundoj, te ky ligj aktual i cili sot është në përdorim, flas për ligjin për përdorimin e gjuhës. Çështja e statusit UÇK-s është amandament në vete në marrëveshjen e orit edhe në kushtetues. Megjithatë, ju po thoni që keni folur hapur në organet partijake. E keni ngritur zërin. Atëherë, pse keni pritur 13 vite të plota për dal nga BDI-ja? Pse nuk e bët këtë më herët? Kështu, brenda vitit 2002 deri në vitin 2006, më thotë, Bashkimi Demokratik për Integrim doli në skenën politike si rezultat i mos funksionimit të Këshillit Koordinativ të asaj kohe mes subjekteve politike të asaj kohe. Dhe në atë kohë, qëllimi politik i ushtrisë shqiptare kombëtare ka qenë që partitë politike në bashkëpunim me strukturat e ushtrisë shqiptare kombëtare për periudhën e caktuar 2002, domethënë 2006, eventualisht 2007, që marrëveshja e orit të inkorporohet në kushtetut dhe ajo kushtetut të respektohet në pikë në presje. Dhe ajo punë nuk ndodhi. Do të thotë qëllimi i qëndrimi dhe qëllimi i ushtrisë shqiptare kombëtare ka qenë që të krijohet Këshilli Koordinativ në bashkëpunim me subjektet politike të asaj kohe që ishin të implementojnë marrëveshjen e Ohrit si marrëveshje ndërkombëtare politike mas një lufte. Ajo punë nuk ndodhi. Dhe BDI-ja 2002-2006 i fitoi zgjedhjet si rezultat i programit politik të ushtrisë shqiptare kombëtare dhe si rezultat i luftës së ushtrisë shqiptare kombëtare. Megjithatë, zoti Adili, pyetja ishte konkrete. Pse atëherë përkundër gjitha këtyre pakënaqësive pritet kaq shumë vite për dalë nga BDI-ja? Periudha 2002-2006 ishte periudha në një farforme e cila funksionoi pas luftës dhe rezultatet e asaj kohe dhe rezultatet dhe qëllimet dhe njerëzit të cilët ishin në atë kohë ishin në një farforme sot e kësaj dite njerëzit e përmendin periudhën 2002-2006. Periudha 2008 e këndej ishte fillimi i degradimit ose i dështimit të faktorit Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili u fut pas zgjedhjeve të 2008-s në bashkëqeverisje me VMRO dhe PMN pa asnjë marrëveshje politike, vetëm u fut në qeveri me qëndrimet ose me resore. Dhe tani, pse nuk dolët në 2008-ën, por dolët në 2015? Sepse duhet t'ja fjalën dhe zotit Mehmeti. Ne gjatë gjithë kohës, brenda për brenda BDI-s, kemi debatuar, kemi diskutuar, kemi provuar të ndryshojmë gjërat për të cilat në një farforme edhe kemi luftu, edhe kemi dalë në zgjedhje, edhe kemi fitu votën. Dhe kur e pam se gjërat shkuan në një drejtim, në një rrugtim ose në një drejtim, në një rrugë që nuk kthehen, atëherë ne ishim të detyruar si strukturë, ose si njerëz, që të dalim me këtë subjekt politik, me këto qëndrime politike, që ta vazhdojmë aty ku në një farforme Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do mundet të vazhdojë për shkak të gjërave të cilat veç mo dihen. Zoti Mehmeti, apo ju bashkangjitet Bashkimi Demokratik për Integrim në platformën për ndryshimin e modelit politik? Nderuara gazetare, është shumë e rëndësishme që në këtë debat t'i themi troq sendet, qoftë nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, qoftë nga ana jonë dhe çdo subjekti tjetër. Numër 1, është shumë e rëndësishme që Bashkimi Demokratik për Integrim të dalë dhe të theksone përse i përket 3 çështjeve kruciale që i përmendi zoti Osmani për Bashkimin Evropian, në NATO
barabarsinë ekonomike e kështu me radhë, se këto nuk janë pronësi të BDI-s. Nuk ka fillu çështje kombëtare me BDI-n. Çështje kombëtare ka pas edhe para 2010-shit, do të ketë edhe mbas 2016-s. Do thotë është shumë e rëndësishme një herë për gjithmonë. BDI të largone pronësinë ndaj BE-s dhe NATO-s për shkak se nuk është pronë e BDI-s dhe asnjë subjekti tjetër. Numër 1, numër 2. Për sa i përket marrëveshjes orit, ju theksoni se nuk ka vullnet politik nga pala tjetër. Populli shqiptar u ka dhënë mandat që të krijoni këtë punë dhe të krijoni këtë vullnet. Dhe argumenti juaj dhe arsyetimi juaj tanë kohën se nuk ka vullnet nga pala tjetër, nuk vlen dhe nuk është e logjikshme që edhe pas 14 viteve sërisht të përdorni argumentin e vullnetit politik nga pala tjetër. Populli shqiptar nuk vë pranon këtë argument dhe këtë arsyetim. Ata u kanë zgjedhur juve, u kanë dhënë, ju lutem zotëri Osmani, nuk ju pengova, mos më pengoni. Do thotë, është shumë e rëndësishme që argumentin e vullnetit politik mos e përdorni si kartë për shkak se tentoni sërish të manipuloni popullatën. Ne dëshirojmë të implementojmë marrëveshjen e orët mirë, por nuk na lën vëmërodë për mëneje. Ky argument nuk vlen te popullata shqiptare. Ky argument mund të vlenë brenda ju ku jeni atje në qeveri për ju atje. Ndërsa përsa i përket çështjes kombëtare, a thua BDI ka marrë diçka nga RDK-ja dhe RDK-ja nga BDI-ja. As BDI, as RDK dhe as një subjekt tjetër nuk mund të zbulojmë ujin e ngrohtë. Këto çështje që përmenden, barabarësia e kombit shqiptar në Maqeni, që në vitin 1990, në nëntor të vitit 1990, kur ka qenë Këshilli Koordinativ i 13 partive politike shqiptare me në krye Ibrahim Rugovën, që atëherë është përcaktuar se çfarë i duhet kombit shqiptar në Maqeni, që atëherë është thonë që duhet populli shqiptar të jetë komb konstituiv i barabartë me palën e Maqedonisë së këtu. Dhe do thotë, as ne nuk e kemi të drejtën të marrim në pronësi çështjen kombëtare dhe as BDI nuk e ka në pronësi çështjen kombëtare. Gjithë ne duhet të japim kontribut bashkërisht ndaj këtyre ndryshimeve të përnjëhershme. Reagimi i opozitës ishte shumë i nert. Përse? Nuk bët një konferencë shtypi, nuk bët një deklarat për të reaguar për këtë draft analizë marrëveshjes Ohrit. E nderuar gazetare, analiza ka dalë që dje ka dalë në publik. Ka disa ditë që ka dalë. Do thotë, jo, dje ka dalë në publik. Jo, është nga do thotë ende nuk ka dalë. Do thotë bëhet fjalë një pikë publikuar nga Alsati. Vesh një moment. Do thotë zëvendës kryeministri Musa Xhaferi në Alsat te programa 100 te emisioni 100 e tregoi se tani do thotë ende nuk ka dalë analiza. Zyrtare nuk ka dalë. Brenda BDI-s çka ka është diçka tjetër. Tani bëhet analiza. Nëpërmes kësaj analize do duhet të dalin rekomandimet. Këto rekomandime do duhet të dërgohen te vullneti politik i palës maqedonase dhe do shohim vullneti politik i palës maqedonase ai pranon këto rekomandime, nuk i pranon. Do të thotë kjo është edhe mashtrim i radhës. Unë pajtohem që ka të drejtë BDI-ja të thotë çka të duhet. Nuk mundemi ne nga partitë tjera të përzihemi se si dëshiron ta vazhdoni këtë mision që e ka. Por nuk është korrekte ndaj popullatës edhe mbas 14 vite pushtet ju theksuat 11 vite. Unë them 14 vite. Që nga 2010 deri në 2015 janë 14 vite, qoftë nivel nacional, qoftë nivel lokal e kanë pas pushtetin. Mbas 14 viteve, sërish të theksoni se ne kemi një mision, atëherë këtine duhet t'japim edhe një 14 vite tjera që të vazhdojnë këtë mision. Do thotë nuk është e korrekte kjo, do duhet publiku të thuhet e vërteta për këtë punë. Dhe pikë, nëse ka ndonjë gabim nga ana e BDI-s, do duhet të pranohet edhe gabimi, kemi gabuar në këtë drejtim, do përmirësohemi në të anën, besoj që është korrekte ndaj popullatës. Pranohen edhe gabimin kur janë bërë gabime. Shifni, ndoshta çështja kombëtare nuk është pronë e BDI-s, por është e vërtetë se pothuajse secili projekt kombëtar ka vulën e BDI-s. BDI është edhe këtë platformë BDI e ka verifikuar në popull në 10 cikle zgjedhore. Do thotë para 2010 nuk ka pas çështje kombëtare, apo nuk ka pas vulë kombëtare në partitë tjera. Do më dëgjoni. Do thonë, ju thatë se populli nuk u pranon këto thënie, unë them se platformën e BDI-s në 10 cikle zgjedhore populli e verifikon dhe i jep mandat shtesë për shkak se besojnë se BDI ka një mision afatgjatë dhe qëllime strategjike, se nuk devijon nga ajo rrugë dhe atë që e premton BDI e realizon, më vonë ose më herët. Është e vërtetë se mund kemi ankesa për dinamikën dhe efikasitetin e realizimit të projekteve, edhe ne mendojmë se ka mundur të bëhet më shumë, mundet bëhet më shumë, por asnjëherë BDI nuk ka devijuar nga pika strategjike. Por sa në vërtet kanë arritur që ato premtimet realizohen. Kur sërish kemi një analizë të marrëveshjes Ohrit dhe sërish kemi një nisje nga e para.
Shifni, ju varësisht se si e veni fokusin e analizës një fenomeni, ashtu do të keni edhe rezultatet. Është mirë të shifni pasqyrën e përgjithshme. Çka është arrit në këtë periudhë dhe çka nuk është arrit. Zoti Osmani, rekomandimet sugjerojnë rikthim të preambulës së kushtetutës sipas cilës Maqedonia është e qytetarëve, por edhe pse versioni i arritur në vitin 2001 kishte edhe pëlqimin e Ali Ahmetit. Tani, është një rikthim brapa kjo? Shifni, këto janë propozime në nivel të ekspertësh ndërkombëtar dhe vendor për të gjetur një zgjidhje për atë që thash grykat eventualisht të ngushta në realizimin e marrëveshjes Ohrid. I mbetet vullnetit politik partive politike pas shqyrtuar se a është kjo çështje në kuadër të vizionit të shqiptarëve, të strategjisë shqiptarëve apo jo. Konkretisht, ky propozim është dhënë nga ekspertët e OSBE-s prej partive të vogla si inicim dhe kjo do mbetet të shqyrtohet se cili është interesi i shqiptarëve për çështjen e preambulës. Ashtu që nuk duhet. Dhe nëse ka kritikat shumëta, do të tërhiqeni? BDI do duhet merr qëndrim mbi këtë propozim të ekspertëve. Unë thash se ky është instrument shtetëror i sponsorizuar nga Bashkia Ndërkombëtare si sponsor edhe i vetë marrëveshjes së Ohrid. Instituti i Paqes është instrumenti Komisionit Evropian i cili ka qenë i involvuar. Dhe ky trup ekspertësh japin këto propozime. Mbetet partitë politike të ulen jo në kuadër të kësaj lufte politike ditore. Për shembull, edhe katërshja e marrëveshjes Përzhinos, po pse jo ne jemi të hapur edhe për gjitha partitë politike, edhe ti diskutojmë shtruar këtë çështje, pa tentuar të fitojmë poena politik. As BDI nuk ka dalur të merr bajrakun e këtyre propozimeve për të në kuadër ndonjë fushate politike, për shkak se ky vendim i qeverisë për të bërë analizë është marrë në vitin 2012. Megjithatë, tajmingu shumë po përputhet, zoti Osmani, po bëhet para zgjedhjeve të prillit. Jo, zgjedhjet po përputhen me analizën, jo analiza me zgjedhjen. Po mendoj se partitë e vogla, të cilët për fat keq nuk partitë e vogla duhet të jenë më të hapura për të pas një çështje më të sinqertë, për mos pas tabu asnjë temë që ka bëjë me marrëveshjen e Ohrid. E gjithë kjo që provon ta shpjegosh rreth qëndrimit të ekspertëve, rreth qëndrimit të Institutit për Demokraci, aty mos harro se pikrisht personi i cili ka bërë analizë është Peter Fejt. Dhe kush në fakt ishte Peter Fejt? Kush është Peter Fejt? Është ndërmjetësuesi, është lehtësuesi, i cili në atë kohë e ndërpreu ose arriti që të krijon paqe në Maqedoni dhe si rezultati asaj paqe erdhi deri te marrëveshja e Ohrid. Kjo është një. E dyta. Çka është vërejtja këtu? Vërejtja është se çështja e konceptit të kushtetutës dhe të marrëveshjes së Ohrid. Rikthehemi te koncepti qytetar, gjithsesi te preambulla e kushtetutës. Sa herë është diskutuar dhe është debatuar kjo brenda për brenda. Një, dy, ka dilema edhe unë kam dilema se cila do të jetë. Ta përfundoj, lutem. Kjo ta përfundoj. Një, dy. Sa herë është diskutuar dhe është debatuar çështja e gjuhës shqipe. Me kushtetutë, çështja e gjuhës shqipe është apo nuk është gjuha shqipe zyrtare? Gjithë e dinë se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Edhe Peter Fejt, edhe gjithë përfaqësuest ose ekspertët të cilat janë njohës të mirë të Ballkanit dhe çështjes shqiptare në Maqedoni, e kanë thënë shumë hapun, edhe në kongresin tematik, edhe në shumë konferenca ndërkombëtare, ishin me qëndrim shumë të hapë. Fundit, veç ta përfundoj. Shumë e qartë ishte, ose shumë të qarta ishin qëndrimet edhe të përfaqësuesve që ligjeruan dhe që mbajtën një ligjërat ose fjalime në kongres. Dhe çka ju, si i than udhëheqësisë BDI-s, çka bën BDI-ja në qeveri? Kjo do të thotë se pse nuk është implementuar ajo kushtetut. Flasim për kushtetutën tani. Nuk flasim për marrëveshjen e Ohrid. Qëndrimi i jon është kushtetuta, implementimi real i kushtetutës. Për arsye se funksionarët qeveritar
erdhen ose kaluan mbi kushtetutën, mbi ligjin dhe kaluan në fatalitet. Sa i përket çështjes kombëtare, çështja kombëtare nuk ka filluar. Do thotë numër 1, zonja Mloni, numër 1 është shumë e rëndësishme të pranojmë një gjë dhe është shumë e rëndësishme edhe nga ana e zotit Osmani që të tregoni qartë. A ka pas çështje kombëtare para Dimit Dishit apo nuk ka pas? Ka pas. Nuk ka fillu çështje kombëtare me Dimit Dishin që ju të theksoni se në 10 cikle zgjedhore ka vullën e BDI-s. Krejt në rregull. Nuk i lutem zoti Osmani, lutem zoti Osmani, nuk ju pengova, 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 të lutem mos pengohet, ta përfundoj mendimin tim. Të përfundoj, do thotë numër 1. Edhe para Dimit Dishit ka pas çështje kombëtare dhe ka pas vullë të një partie politike shqiptare. Këtë nuk duhet ta mohoni ju, nuk e mohojmë ne dhe nuk e mohojmë. Këtë rregull është, po ju theksoni se ka filluar me Dimit Dishin, ka filluar çështje kombëtare. Nuk është korrekte. Ju lutem të përfundoj mendimin. Ju thotë ashtu se vullën e ka të BDI-s çështjet kombëtare nga Dimit Dishi. Nuk është korrekte ajo. Nuk është korrekte ndaj opinionit publik. Ju lutem zoti Osmani, ta përfundoj mendimin. Të analizojmë gjitha projektet. Edhe të shohim se vullën e kujt e mban. A ka pas çështje kombëtare para Dimit Dishit? Sigurisht që ka pas. E po kjeto shumë mirë ti thuash publikut të thoni se ju mendoni se gjithçka ka filluar me BDI-n, nuk ka filluar me BDI-n dhe nuk përfundon me BDI-n. Lutem zoti Osmani ta përfundoj mendimin. Kombëtare prej 91-shës deri sot, edhe të shohim se vullën e kujt e mban. Edhe kjo jo rastësisht populli zoti Osmani vetëm ta përfundoj. Me lejoni zoti Osmani, me lejoni ta përfundoj mendimin. Zoti Osmani përmendi diçka që duhet të detektohet dhe të analizohet mirë. Tha se duhet shifet pasqyra e përgjithshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe duhet analizohet mirë. Nëse BDI e din mirë pasqyrën e përgjithshme, është mirë që tregoni publikut se publiku nuk ka njohuri për këtë. Atëherë, do thotë unë kam të drejtë, ju lutem, unë kam të drejtë dhe opinioni publik ka të drejtë që të marrë më tepër informata, njohuri, dituri për atë se çfarë është duke ndodhur për të 25 vite. Ju lutem, zoti Osmani, hapësirë keni pas 14 vite, keni pas hapësirë për të tregoni. Pasqyrën e përgjithshme duhet ta ditë populli. Populli kërkon njohuri, kërkon informata. Ju nuk i servoni me informata zoti Osmani. Pse nuk i jepni informata? Ju keni të drejtë, ju keni të drejtë të mendoni dhe keni informata. Prandaj është shumë e rëndësishme që të vërtetën ta nxjerrim në sipërfaqe, bashkërisht ta nxjerrim në sipërfaqe. Popull flitni se populli në 10 cikle zgjedhore jep mandat BDI-s dhe e verifikon atë që ka dhënë paraprakisht. 153.000 vota vetëm para një viti kemi marrë për punën e bërë. E keni keq përdor mandati zoti Osmani. Nuk jeni juaj që do të vlerësoni populli do të verifikon. Jam edhe unë popull. Jeni jo parti opozitore që keni interes të dëmtoni. Edhe unë platforma e vetme. Ma tash më lejoni. Po unë se po përfundoj, ju më ndërhitet në bisedë. Të lutem zoti Osmani. Ju më ndërhitet në bisedë. Nëse një parti politike esencën e ekzistimit e ka për dëmtu parti në pushtet ose BDI, nuk janë duke dëmtuar BDI me zoti Osmani. Platforma alternative, pse dikush duhet çka keni bërë ju më tepër se BDI dhe çka mendoni zoti Osmani, ju nuk jeni duke ndëgjuar fare. Ju e punisht duke biseduar, ju më ndërhitet në bisedë. Ju nuk e lejoni zoti Osmani. Vetëm ta përfundoj mendimin. Ju lutem dhe të bëj shkëputje. Urdhroni. Do të përfundoj mendimin. Nëse BDI e din pasqyrën e përgjithshme dhe ka njohuri të mjaftueshme, këtë njohuri dhe pasqyrë të përgjithshme popullata nuk e din. Është mirë që BDI të dalë dhe të tregoni të vërtetën. A kemi gabu, as kemi gabu, a ka pas lëshime, as ka pas lëshime. Popullata duhet të ditë këtë gjë. Dhe thotë shumë e rëndësishme të tregoni. A une në bisedën time as kërkon nuk përmende se ju jeni antikombëtar, se ju nuk keni bërë asgjë. Kur e përmende? Ju mveshet mua se unë fola diçka kundër BDI-s. Jo, ju keni të mira dhe për ato të mira do shpërbleni. Por nëse ka edhe dëme nëse keni bërë, duhet mirë dënimin edhe para zotit Osmani. Se se përmendni Sa i përket çështjes projekteve, nuk ka të drejtë as BDI dhe as një subjekt politik të vendon projekteve kombëtare vula partijake. Projektet kombëtare
në Maqedoni dhe gjetiu, kur tham gjetiu flas, edhe në gjitha tokat shqiptare, nuk kanë të drejtë dhe nuk guxon as një parti politike që vendon vulën e partisë. Projektet kombëtare kanë vulën, projektet kombëtare kanë vulën e Gjakut, kanë vulën e Djersës, kanë vulën e Sakrificës, kanë vulën e të gjithë njerëzve, e kanë vulën e Sakrificës, Gjakut, Djersës dhe të gjithë atletarëve dhe atletashve të cilët kanë kontribuar që nga vitet e 90-a e para 90-a e deri më sot dhe të vazhdojnë të kontribuojnë dhe të vazhdojnë. Dhe të përfundoj. Kjo është një e dyta. Zoti Veseli kërkon nga bujari që ja shpjegon opinionit për gabimet. Zoti Veseli nga Zoti Osmani. Nuk e bojnë ta. Nuk e bojnë për arsye se duhet ta thuan hapun. Se strukturat ose funksionarët e BDI-s kanë kaluar mbi kushtetutën, mbi ligjin dhe ata sot nuk respektojnë as kushtetut, as ligj. Dhe në një forme janë futur në hipoteka dhe si do ta implementojnë këtë kushtetut dhe këtë ligj. Ne jemi në pozicion pa barabartë për shkak se partitë që nuk kanë përgjegjësi kanë drejt mirën me folklor. Nuk është korrekte sot se kemi përgjegjësi, po pse nuk kemi përgjegjësi? Si arritën të konkluduar përgjegjësi institucionale nuk keni. Okej, thuaj, definojmë mirë atë, institucionale, jo përgjegjësi nuk keni. Përgjegjësi institucionale, apo janë shifrat qartë që ka bëjnë brenda institucioneve. Dijen me emna dhe me mbi emna kush janë në brenda institucioneve dhe çka bëjnë brenda institucioneve. Partitë që nuk kanë përgjegjësi institucionale kanë drejt mirën me folklore dhe tash këtu ndëgjojnë në fjali të mëdha, projekte të mëdha, askush nuk tregon fillimisht pse këto biseda nuk janë bërë brenda institucioneve, asnjëherë, po tash para kamerave dhe e dyta të më tregon dikush se cili është ai mekanizëm. E ndëgjova zotin Veseli në një emision tjetër, kur vim ne do arrihet barazia, bile edhe më e gjerë në rajon. Cili është ai mekanizëm demokratik me cilën do të arrihet barazia se BDI, si parti me e madhe që kontrollon 18 komuna, gjysmën e Maqedonisë me komuna, me 20 deputet, me pushtet ekzekutiv, po ka vështirësi në ballafaqimin e përditshëm me vullnetin politik. Pavarësisht, edhe këtu atë do të dërhi, nuk është e vërtetë se mandati nuk është e vërtetë se mandati në lista proporcionale mire drejt për drejt prej popullit, për shkak se populli voton për listën, për emrin e partisë. Do flasim edhe për atë temë, se do, pse BDI-ja edhe PDSH-ja, si dy subjekte më të mëdha politike, në marrëveshjen e fundit ishin kukulla. Dëgjojnë qytetarët kur flasin të vitë. Është mirë ta jap mendimin e. Populli e din realitetin, e vlerëson se si funksionon demokracia dhe përpjekjet që i bën BDI që me masa reale dhe konkrete të bën diçka më mirë dhe ata bëjnë krahasimin. Ata kanë mundësi për të krahasuar në çdo aspekt, si ka qenë arsimi në Maqedoni para 2001 dhe si është tash, si ka qenë shëndetësia dhe si është tash, si ka qenë aspekti politik ose përfaqësimi i drejtë në administratë. Për gjithçka mund të lavdroheni, zoti Osmani. Sepse kritikat kohëve të fundit janë shtuar dhe këtë besoj që edhe ju e keni vërejtur. Ne i pranojmë popull janë shumë të mëdha. Ne i pranojmë ata kritika. Ndaj kujt? Flasim për reforma, ku në shëndetësi, flasim në arsim, po për shembull do nisim për të shëndetësia. Leon përfundoj. Mos i kështu si përmendë institucionet. Një shkëputje publicitare, do të rikthehemi në studio për të folur për konceptin e definimit të shtetit. Reklama dhe rikthehemi në studio. Jeni me debatin në Alsat, zoti Adili, keni qenë ju edhe ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare kombëtare, megjithatë partia juaj ka koncept qytetar që është ndoshta e vetmja tek shqiptarët dhe a justifikohet që 14 vite pas marrëveshjes ore të konkludohet se koncepti i definimit të shtetit është i gabueshëm? Po, kam qenë pjesëtar i ushtrisë shqiptare kombëtare, kam qenë oficer i nalt, antar i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare kombëtare, dhe
kryetari i unitetit general Gëzim Ostreni ka qenë shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare kombëtare dhe ka qenë njëri prej figurave që ka kontribuar edhe në luftën e Kosovës, po çështja e konceptit shtetit qytetar ta shpjegoj. Thonë, derisa nuk arrihet një barabarësi e plotë qytetare në gjitha nivelet, prej nivelit kushtetues deri te nivelin e decentralizimit, nuk mund të flasim për koncept qytetar. Nga vetë fakti që deri tani këtu u diskutua dhe u debatua edhe për analizën, edhe pse ende nuk ka dalë në publik, edhe për qëndrimet e ekspertëve ndërkombëtar, për çështjen e implementimit të kushtetutës, se qëndrimi jonë ka qenë të implementohet dhe të respektohet kushtetuta në përpikshmëri. Nuk mund të flasim. Në Maqedoni, unë vetëm t'ja bëj me di opinionit, se në një moment shumë kritik, ose të mirë, u hap mas 14 vite, në fakt 15 vite, 2001, 2014, u hap çështja e kushtetutës. Ku kushtetuta mbet e hapur. Dihet pse mbet e hapur. Cilat ishin qëndrimet e VMRO-s dhe cilat ishin qëndrimet e BDI-s rreth çështjes së temës hapja e kushtetutës. Cilat ishin fakt propozimet e BDI-s për çështjen e hapjes kushtetutës. Dhe në atë kohë dihet se unë kam qenë deputeti ose njëri prej deputetëve i cili nuk kam pranuar votoj ata propozime kushtetuese që i propozoi VMRO-ja pa asnjë element shqiptar. Ku në atë kohë ne kemi diskutuar dhe debatuar pikërisht për që flasim tani për këtë koncept. Barabarësia qytetare, në kuptimin, rikthimi i preambullës, çështja e gjuhës, çështja e decentralizimit. Por ama, jemi të folë për një decentralizim real. Në Maqedoni është krijuar një komision në fakt është inspektorati i cili kontrollon çdo çështje në Maqedoni. Në Maqedoni nuk ke në fakt decentralizim, ke centralizim klasik, ke një centralizim jashtëzakonshëm. Dhe ne kemi dalë me konceptin qytetar, por para se të dalim në konceptin klasik qytetar, do duhet nëpërmjet mekanizmave reale kushtetuese, me presione në forma demokratike, që jo me çdo kusht shqiptarët të futen në pushtet. Jo me çdo kusht shqiptarët të marrin karrike, të marrin pozicionet dhe në një farforma nëpërmjet politikës brenda 24 orëve të pasunohen. Se për të pasuru, ke forma të ndryshme, po jo nëpërmjet politikës. Zoti Mehmeti, RDK-ja për cilin model është? Maqedonia shteti ndërtuar në konceptin etnik apo qytetar? Do thotë qëndrimi i RDK-s është shumë më i vjetër se sa ekziston edhe vetë RDK-ja, që nga viti 96 është thënë një fjali shumë e famshme që shqiptarët asnjëherë nuk do të jenë shërbetor të këtij shteti, por gjithmonë do të jenë partner i barabartë në këtë shtet. Prandaj për RDK-n dhe besoj se nuk ka asgjë të keqe edhe për partitë tjera politike, se edhe një herë ritheksoj se nuk kemi se çka zbulim diçka të jashtëzakonshme, por RDK-ja një shtet binacional i barabartë në mes shqiptarëve dhe maqedonasve, se vetëm në këtë mënyrë mund të arrijmë atë nivelin e barabarësisë dhe pasi të arrihet ky nivel ku edhe shqiptarët arrijnë të jenë të barabartë në këtë shtet, më pas mund të flasim për ndonjë ide tjetër. Për momentin është shumë e rëndësishme që mos lëvizim nga kjo vijë, shtet binacional i barabartë, për shkak se shqiptarët janë popull konstituiv i këtij shteti dhe këtu nuk duhet të ketë dilemë as për ne dhe as për ndonjë parti tjetër politike. Zoti Osmani, një tjetër rekomandim në tet i rëndësishëm është miratimi i ligjit të ri për gjuhët. A nuk ishte BDI-ja që thoshte se gjuha shqipe është zyrtare gjatë gjithë kohës? Jo. Është gjuhë zyrtare në bazë të kushtetutës. Por çdo herë, edhe zoti Ahmeti, edhe në kronikën tuaj, edhe ne kemi thënë se ekziston çështje interpretimi të ndryshëm të palës maqedone me palën shqiptare, jo partive politike, se këtë qëndrim e ndajnë edhe LSDM edhe VMRO, këndej janë bashkë partitë shqiptare. Pala maqedone vlerëson se gjuha shqipe o zyrtare në komunat ku shqiptarët janë mbi 20%, ne vlerësojmë se gjuha shqipe o zyrtare në Maqedoni
ose në shtet ku shqiptarët janë mbi 20%. Dhe ky dallim në interpretime ka vazhduar gjatë gjithë kohës. Është gjua shqipe zyrtare që të kërkohet ligj i ri për zyrtarizimin e Shqipës. Kushtetuta përcakton se gjua shqipe është gjuhë zyrtare në Se duhet Maqedoni. atëherë Për shkak mungesës vullnetit politik, ky proces është bërë në etapa ose në faza. Çdo mandat politik, vullneti politik palës Maqedoni. Po ja që kjo mungesë e vullnetit vazhdon akoma, sepse VMRO DPMN jo më larg se një ditë më parë, tha se Shqipja nuk mund të jetë zyrtare në çdo fshat. Pala Maqedone në Dhe si do vazhdimsi. arrini ju, kur deri tani nuk keni arritur të zbatohet gjua shqipe, si do arrini tani e tutje? Më lejoni, domethënë Pala Maqedone e interpreton në mënyrën e vet kushtetutën. Ne kemi zgjedhur që në këtë mungesë vullnetit politik në etapa të sillen ligje të cilat kanë avancuar, por gjithmonë kemi thënë se çështja e gjuhës shqipe nuk është e mbyllur. Tani në bashkëvendim një gjë, si ka mundësi që Pala Maqedonase në mënyrën e vet të interpretojë kushtetutën? Shifni, është marrëveshja e Ohrit, është kompromis për ndërprerjen e luftës. Se atëherë dhe BDI-ja nuk e interpreton në mënyrën e vet. BDI e interpreton në mënyrën e vet. Mirë, po në demokraci ligjet sjellen me numër të caktuar deputetësh. Dhe mendoj folklori se ne kur të vim do të bëjmë gjithçka në mënyrë demokratike është i pamundshëm. Se ju duhet vullnet politik, ju duhen votat edhe deputetëve, ju duhen votat e deputetëve Maqedonas për të bërë një ndryshim ligji. Dhe ne në kuadrat këtij mungese të vullnetit politik, sollëm ligjin i cili vetëm është një hap para, po nuk e zgjodhi çështjen. Prandaj mendojmë se ky mekanizëm për ligjin aktual, ku ministrat, po më lejo tash përfundoj pastaj do. Ku ministrat fituan të drejtën në parlament për të drejtuar në gjuhën shqipe. Ishte një hap para, po nuk u përmbyll çështja e gjuhës. Shfrytëzojmë këtë mekanizëm shtetëror, këtë sponsorizim ndërkombëtar. Pyetja ishte konkrete, nëse deri tani nuk ka arritur të përmbyllet, si do të arrihet tani e tutje? Kaq. Do të arrihet nëpërmjet mekanizmave dhe rekomandimeve të cilat grupi i ekspertëve bashkë me Komisionin Evropian, ju e dini që në progres raportin e fundit. Ju duhet gatishmëria e Palës Maqedonase. Gatishmëria nuk ekziston. Dhe mendojmë se me presionin e nevojshëm të komunitetit ndërkombëtar dhe presionin e mbrendshëm ku partitë shqiptare nuk do të duhet të shohin seri dhe të shohin se ku mund të fitojnë një poem politik, po t'i ndihmojnë ose t'jenë bashkë në çndrimet e shqiptarëve karshi këtij interpretimit ndryshëm të gjuhës shqipe dhe të gjejmë një zgjidhje finale. Ne pranojmë se është e vërtetë se kemi ngecje në implementimin e amandamentit të kushtetues. Dhe këtë presion, pse nuk e keni bërë më herët, po keni pritur tani ta bëni? Në vazhdimsi, ne bëjmë përpjekje në vazhdimsi jo vetëm për gjuhën, për çdo shkronjë të marrëveshjes së Ohrit për ta implementuar dhe Zoti Adili është dëshmitar se pikërisht të jam dëshmitar. Bën këtë përpjekje, por tash vetë ta përfundoj fjalin, tash në kuadër për shkak se fillon më fushata politike, do të dëgjojmë versione të ndryshme, do të dëgjojmë premtime të pamundura, por qytetarët e dinë se nëse dikush mund të realizon, është ajo BDI. BDI si parti e madhe me infrastrukturë, partitë e vogla të cilat fragmentojnë korpusin shqiptar, nuk mund të ndihmojnë procesin me ide, por në asnjë mënyrë nuk mund të jenë bartës të ideve të mëdha. Populli shqiptar në Maqedoni e din më se kja BDI, kështu siç është, me këtë infrastrukturë, me këta njerëz, me këta funksionar, nuk do mund, lutem. Është i popullit e mendim? Populli tregon anketat, po na anketat prej 11.4-6%. Po mos i hina asaj pune. Gjërat janë shumë qarta, anketat janë shumë qarta, prej 11.4-6%. Edhe si rezultati çkaj? U dëshmu edhe nëpërmjet përgjimeve se pse BDI-ja nuk pat mundësi të bëjë presion. Për çfarë presioni të fol? Ishit ju, ti personalisht, ke qenë pjesë e grupit negociator në 2014. Dhe kush ishte prej palës VMRO-s atë? Përfaqësuesit e VMRO-s. Apo. Kryetari i grupit VMRO-s ishte Sasha Mjallkovi, apo. Dhe cilat ishin bisedimet edhe me çfarë qëndrimi u paraqit BDI-ja. Kur flet sot ti me argumente. Marrëveshja politike BDI VMRO. Cila është? 2014 kemi tregu se ka qenë Luani, Stema, cila? Po kjo është, po të një sekundë. Në respekt të qytetarëve, flasim në mënyrë të argumentuar. Nuk fitoj për pojena politik. Nuk jam të të folë për pojena politik. Për interes të çështjes shqiptare për interes të çështjes shqiptare të flasim. Një sekundë.
Nuk jam të të folë për pojena politik, Bujar. Nuk jam të të folë për pojena politik. Zoti Ademi, Jam të ju të folë për personalisht ndjeni qëndrim përgjegjësi? real, një sekond, për qëndrim real, edhe për qëndrim që opinioni e di këtë punë. A edhe ti e di se ke qenë pjesë e ekipit negociator. Dhe një sekond, unë kam qenë kundër në mbledhjen e grupit parlamentar të Shqipe nuk është zyrtare me që ju Po sigurisht se ngjej përgjegjësi dhe gjithë ne, po e vërtet është çdo shqiptar duhet të ngjejë në një farë me përgjegjësi. Po përgjegjësia më e madhe për implementimin gjithësisht, mos implementimin e gjitha çështjeve kushtetuese, që nga 2002 e këndej, flas për atë marrëveshjen paqësore të Ohrit, që më vonë kaloi në kushtetutë, duhet ngjeje, por përgjegjësinë më të madhe e ka udhëheqësia për mos implementim e BDI-s. Zoti Mehmeti, vetëm të shtoj diçka. Ku qëndron problemi i neglizhencës së përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe? Vetëm tek mosgatishmëria e Partisë Maqedonase? Lejoni pikëpari të shtoj diçka që është komplementare me këtë që bisedohet. Njërë pikëpari është shumë rëndësishme të majmë nivelin e komunikimit për shkak se nuk është debat kjo dhe besoj se kemi mundësi dhe kapacitet për të mbajt nivelin e debatit. Numër 1, nuk është korekte nga ana e Zotit Osmani dhe BDI-s në përgjithësi ta akuzohen partitë, ashtu si thonë, të vogla, të mëdha, të mesme, nuk është korekte. Më lejoni ta përfundoj mendimin, pastaj do të bisedoj. Nuk është korekte për shkak se çdo individ, i vogël apo i madh, ka mendim dhe duhet ta shprehë atë mendim dhe duhet të pranohet ose mos pranohet varësisht nga argumenti. Do thotë numër 1, të eliminohen këto akuza se nuk është korekte dhe është ofenduese ndaj gjithë qerve që nuk mendojnë njëjtë si mendon BDI, ha? Kemi të drejtë, kjo është demokraci, ju lutem. Kjo është demokraci, ato e kanë mendimin e vet, e respektojmë, po edhe ne kemi mendim ndryshe, duhet ta respektoni edhe këtë mendim dhe nuk duhet të ofendoni atë sa jemi. Jo, keni ofenduar. Do të numër 1, ju lutem, vetëm partitë e vogla mund të kontribuojnë, por nuk mund të jenë bartës të proceseve. Se çfarë flasim? Se në demokraci duhet peshë politike. Unë nuk ju pengova as pak, Zoti Osmani. Do thotë, më lejoni të them diçka. U përmend këtu nga Zoti Osmani puna e mekanizmit. Deri më tani nuk kena pas mekanizëm për zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe për implementimin e plot të marrëveshjes së Ohrit. 14 vite nuk ka ekzistuar ai mekanizëm dhe tani thuan që do e nxjerrin këtë mekanizëm. Cili është ai mekanizëm për ta bërë këtë punë? Mos i keq interpretoni. Lejo të përfundoj mendimin. Do ta mirni fjalën, Ashtu tha, nuk kemi mekanizëm. Jo, ti interpretoni të mirë. Të lutem Zoti Osmani, au pengova unë juve. Jo, mirë një fjallën, pastaj më kundërshtoni, nuk ka asgjë të keqe këtu, ne prezantoni argumentet. U përdor puna e mekanizmit. Unë mendoj që ka mekanizëm dhe do duhet gjithë ne bashkë. Mekanizmi është që mos hihet në qeveri nëse nuk ka vullnet politik. Kjo është. Pse duhet me çdo kusht të jemi në qeveri brenda? Ja, unë e them publikisht këtone. Të gjithë partitë politike shqiptare, hajde të bashkohen, asnjëri mos hihen në qeveri, përderisa nuk krijohet ky vullnet politik nga pala maqedonese. Dhe një gjë, gjithë partive. Do thotë një gjë duhet ta themi, lejoni të shpreh këtë mendim. Nuk është e vërtetë se ne si parti opozitare kënaqemi me dështimin e BDI-s apo kushdo qoftë. Nuk është korekte ajo. Nuk kënaqemi. Edhe ne ndjejmë të njëjtin shqetësim që e ndjeni ju për shkak se edhe ne jemi shqiptarë dhe ju jemi shqiptarë. Nëse korni ju sukses, kemi korr bashkërisht sukses. Nëse dështoni ju, kemi dështuar edhe ne. Edhe të mirët, edhe të këqijat duhet t'i ndajmë bashkërisht, duhet t'i ndajmë. Prandaj unë jam që të bashkohemi që mos hihet në qeveri derisa të krijohet vullneti politik. Unë jam thellë i bindur. Një moment të përfundoj mendimin tash. Unë jam thellë i bindur që me mjete demokratike, barabarësia e shqiptarëve në këtë shtet do të vi. Me BDI-n, pa BDI-n, do të vi. Nuk na duhet, kjo do të buhet, se përndryshe ky shtet nuk mund të vazhdojnë më të qetë drejt proceseve euroatlantike nëse nuk ka barabarësi të plotë mes Maqedonisë dhe shqiptarëve. BDI nuk mirret me avantura politike, të cilët mund të cënojnë të ardhmen e popullit të cilin e përfaqëson, të mund të cënojnë stabilitetin e familjes shqiptare, stabilitetin e shoqërisë shqiptare, po edhe shtetit në përgjithësi. Ne kemi qëllimet tona strategjike për të cilët punojmë në bazë ditore për t'i arritur.
nuk, unë thash, ndoshta mund këtë vërejtje në efikasitetin, në dinamikën e realizimit projekteve, dhe unë këtu mund t'ju bashkangjitëm. Edhe unë kam vërejtje dhe i kam treguar edhe në forumet e partisë. Mirë po, në vijat e trashat politikës BDI-s, në rrugën drejt qëllimeve strategjike, BDI nuk bën avantura politike. Dhe kjo, për këtë arsye, populli e vlerëson, se ka konzistencë në politikë bërje. Nuk bën para fushatës, nuk del me projekte të reja, mbas fushatës të ullë projekte. Qëllimet tona strategjike janë integrimi në NATO, barazi e cila është proces me cilën kam theksuar disa herë. Në 2001 ndoshta arritëm marrëveshje, por nuk u arrit pajtim ndërmjet popujve dhe nuk mund ta neglizhoni faktin e mungesës së vullnetit politik të Maqedonësve. Alternativa është të kërkoni ndarje. BDI vlerëson se nuk është ajo zgjidhje për Maqedoninë, po bashkarisht me komunitetin ndërkombëtar do të gjejmë zgjidhje që të krijojmë mekanizma që të arrihet barazia e plot e shqiptarëve. Ky është proces i cili në kontekstin historik do të vlerësohet kush si sa ka bërë më tepër, po avantura politike një partie serioze nuk i lejohet. I lejohet në debat, themi BDI ka shumë lehtë del me platforma populiste të cilet janë shumë atraktive për qytetarin i cili nuk analizon më thellë pasojat e një avanture. Por ne kemi përgjegjësi. Ne kemi përgjegjësi për votat e marra dhe kemi përgjegjësi për të ardhmen e këtij Keni filluar me këtë populizëm. Dhe gjatë gjithë kohës ka 3 mandatet e fundit ne na akuzojnë për vazalitet, inferioritet, dalim në opinion, me çdo cikël zgjedhor votat janë më tepër e më tepër. E dini pse? Për shkak se populli vlerëson konzistencën. Ai nuk beson platforma folklorike të cilët mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve, kurse elita politike i cili i promovon ato platforma folklorike Cila është e folklorike? Cila është folklorike nga ana jonë dhe cila nuk është nga ana juaj? Për shembull se do arrihet për një herë barazie plot me mekanizma demokratik kur vjen në pushtet një parti tjetër, ajo është iluzore. Nëse BDI ka vështirësi me këtë potencë, barabarësia do arrihet. Nëse pa do arrihet barabarësia. Po, në një afat kohor, është me rëndësi të shtini proceset që tjenë më të shpejta. Nëse BDI me këtë potencë të madhe infrastrukturore, politike, ka vështirësi. Si pritet që me fragmentim të korpusit shqiptar do të arrihen Flet për konsistencë. Njëna prej qëllimeve, prioritetet kryesore të BDI-s është antarësimi në NATO. Ku ishte Malizi, ku ishte Maqedonia? Kur Maqedonia mori statusin për të antarësu, Malizi ishte ende në bashkësinë me Serbinë. A do më lejesh? Po, ishte, sigurisht se ishte. Dhe çka ndodhi? Më pas, sot, Maqedonia, jo vetëm që ju ka shtu çështja e emrit, po ju kanë shtu edhe shumë çështje tjera, shumë kushte tjera që të futet të bëhet anëtare plot e NATO-s. Dhe kush është përgjegjës për këtë punë? Ti thove pak më herët se të gjitha akuzojnë BDI-n për vazalitet. Lutem. Si nuk është vazale? Si mund të mos akuzohet për vazalitet kur ke kryekput ministra, funksionarë BDI-s, të cilët nuk marrin pjesë mbledhjet qeverisë kur janë çështjet më të rëndësishme të cilat diskutohen. Njëna prej çështjave, prit një sekond. Cilët janë spekulime, për çfarë spekulime të fol? Po, do ta marr një shembull shumë konkret. A kalojnë mbledhjet qeverisë çështja e Jugosllavisë? Megjithëse nuk duhet ta diskutoj se do të thosh. Ska kaloj, ja. VMRO ka votu kundër. Për herë të parë, VMRO-ja një vendim e sjell me vota, apo? Është e vërtetë. Dhe për çfarë diskutojmë ne këtu? Ku janë ministrat shqiptarë? Ku ishin në fakt ministrat shqiptarë? Ministrat shqiptarë kanë votuar për mbylljen e Jugosllavisë. VMRO me numrin më të madh ministrave ka votuar kundër. Është të fol për një politikë e cila në kontinuitet është zhvilluar. E vërteta është. U përmend çështja e gjuhës, u përmend çështja e përmbullës, u përmenden shumë çështje për të cilat në asnjë moment nuk kanë reaguar funksionarët shqiptarë të cilat i ke në ekzekutiv flas, ministra, zavendës kryeministra, e kështu me radhë. Bujori ka qenë njëri prej ministrave në qeverisjen BDI VMRO. Dhe Bujori sot e kësaj dite
lavdrohet me reformat e mëdhaja në shëndetësi, nuk ke veç ti faj për atë punë, se gjithë janë lavdru për reformat e mëdhaja në shëndetësi. Po për çfarë reforma shemi të folë Bojar në shëndetësi? Për çfarë reforma shemi të folë Bojar kur edhe përgjimet, edhe përgjimet e treguan atë punë kur dilnin përgjimet, domethënë pjesa dërmuese e njerëzve dridheshin se a do përmendem unë as do përmendem unë. Tash për cilat reforma jemi të folë? Gjatë gjithë kohës shqiptar gjithësisht PD-ja ka ministër të pushtetit lokal. Ende nuk ka fillu asnjë element i zbatimit të ligjit për regionalizim barabar. Cili është? Urdhno, që zoti Veseli është prej pjesës Pollogut. Hajde ta diskutojmë këtë çështje. Zoti Adili, të fokusohemi në çështja apo në pikat e draft analizës së marrëveshjes së Ohrit. Për ju dhe zotin Mehmeti kam nga një pyetje luz vetëm përgjigje të shkurtër, sepse me kohën jemi shumë ngushtë dhe kam dhe pyetje të tjera. Gjitha partitë opozitare kërkojnë miratimin e buxhetit qendror dhe të komunave me sistemin e votimit të dyfisht. Dhe mendoni se mund të arrihet një gjë e tillë? Pra, mendimi jon, po, e kam parasysh, votimi dyfisht, di. Mendimi jon, unë e kam thënë edhe më herët, e kemi thënë edhe në gjitha preskonferenca, e themi edhe tash. Vendimarrja në këtë shtet duhet të jetë me votim dyfisht në institucionet kyçe të shtetit. Për gjitha çështjet. Qeveri, parlament, qeveri, gjykatë kushtetuese. Kjo punë pat mundësi të vendohet si mekanizëm në ndryshimet ose propozimin e ndryshimeve kushtetuese. Ajo punë nuk u bën. Për momentin, ligjet të cilat kush vendos se cilat ligje do votohen me badentar, kush nuk vendos. Ekziston Komisioni për Marrëdhënien Drejtnike. Po si funksionon komisioni? Një sekondë veç apo të fundoj. Si, një sekondë. Cilët? Po këto çndrime. Po normal se ndëgjon raport se sa herë që kemi diskutuar aty që dol jashtë ose s'ke qenë prezant. Kjo është një e dyta. Një sekond. E dyta, çështjen ne vlerësojmë se çështja e votimit buxhetit do duhet të gjendet një mekanizëm se në Maqedoni është i vetmi shtet ndoshta në botë ose në Evropë, mos gabofsh, për mirësonin që çështja e decentralizimit ose çështja e pushtetit lokal është komuna dhe kryeministri. Kjo do të thotë se ne kemi një ide që të krijojmë një lloj ose një lloj regionalizimi në këtë shtet ose të krijohen rrethe ku buxheti i komunave ose i regioneve duhet të vijë poshtë dhe pjesa dërmuese ose pjesa e buxhetit që i duhet shtetit në nivel qendror të shkon pa ajo është një përqindje shumë e vogël. Zoti Mehmeti, do të arrihet apo jo miratimi i buxhetit si lokal ashtu dhe qendror me badinter? Po, unë mendoj se jo vetëm në sektorin e ekonomisë, po edhe në shumë segmente tjera të qeverisjes në përgjithësi, dhe duhet patjetër të ketë votim të dyfisht, apo nëse flasim për shtet binacional dhe kjo punë do duhet të rregullohet, dhe puna e badinterit dhe votimit të dyfisht për buxhetin e shtetit mund të rregullohet pa kurrë problemi dhe kjo mund të bëhet me prerje lokale, ashtu si jetojnë dhe banojnë në shqiptarët në vendbanime ku i kanë komunët, sidomos Strug, Gostivar, Korçov, Tetov, dhe kjo shumë me lehtësi më të madhe mund të rregullohet me prerje lokale të ndahet dhe buxheti. Buxheti është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e rajoneve shqiptare. Do të thotë vetëm një moment, do të thotë gati në çdo buxhet rreth 400 milion euro ndahen për investime kapital. Nëse ndahet ashtu si duhet me prerje lokale, minimumi 100 milion euro duhet shkojnë për vendbanimet shqiptare. 14 vite derim tani, nga 100 milion, 1 miliard e 400 milion derim tani, të gjitha problemet që kanë të bëjnë me investime, me punësime derim tani për vendbanimet shqiptare dhe ishin rregullu. Prandaj, ani se kanë kalu këto 14 vite, unë besoj se tani e të qetë. Do duhet, pse jo, buxheti dhe shumë segmente tjera të qeverisjes të votohen me votim të dyfisht të badinterit me qëllim që të ketë zhvillim të barabartë. A është mashtrim politik kërkesa për miratimin e buxhetit me badinter?
Ky është vlerësim i ekspertëve ndërkombëtar dhe të mbrenshëm. Si mund Komisioni Evropian ose Instituti për Paqen e Evropë të bënë manipulim politik? Megjithatë dikush e ka kërkuar atë analizë. Sekretariati del me këtë propozim, edhe pse nuk është zyrtar, për të zgjidhur një problem me të cilën ballafaqohen shqiptarët në ndarjen e buxhetit. Ne duhet të bëjmë analizë dhe të vlerësojmë. Ne më njëherë dje kam dëgjuar reagime nga disa Macedonas në për komuna shqiptare, të cilët e kam përshëndetur, për shkak se me këtë kam fituar mundësinë që të kushtojnë buxhetet lokale në Tetov, në Gostivar, ose vërejtje nga shqiptarët në komuna se kjo do të ndërhyjë në buxhetet lokale. Andaj ne duhet të analizojmë shtruar jashtë ndikimeve të fushatës politike dhe shohim. Shifni, prej buxhetit, vetëm një pjesë e vogël është çështja e investimeve kapitale. Tjerat janë shërbimet përbashkëta të cilët ju nuk mund t'i dani në baza etnike. Për shembull, në buxhetin e fundit 300 milion euro ka qenë korpusi i mjeteve për investime kapitale dhe këtu flitet se këtu si do jetë ndikimi i bashkësive etnike, që është e drejtë. Mirë po, cila do të jetë formula nëse ekspertët kanë propozuar badenteri në nivel lokal dhe në nivel qendror për çështjen e buxhetit, okay, do ta shqyrtojmë jashtë fushatës politike, të shohim ku është interesi i shqiptar në atë drejtim. Mirë po, unë them se dje kam dëgjuar reagime prej bile konkretisht në Gostivar, nga Macedonas Gostivarit, të cilët e kam pritur me shumë gëzim këtë qëndrim për shkak se do të mundet këshilltarët Macedonas në Gostivar. Jo, unë thash se ne duhet ta analizojmë se kjo është propozim i sekretariatit dhe i ekspertëve ndërkombëtar dhe të shohim se cili është interesi shqiptar në buxhet me badenter në komunë dhe me buxhet me badenter në buxhet në Unë këtu do bëj shkëputjen e fundit publicitare dhe do të kthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit. Zoti Adili, kërkohet edhe zgjerimi i detyrimit ligjor për përfaqësim të drejtë dhe adekuat tek kompanitë e mëdha shtetërore. A është e vërtet ajo që përflitet në popull se ka dyshime se ka pasur raste kur qytetarëve u kërkohen nga 3.000, u kërkohen nga 5.000 euro për një punë, për një vend pune? Po, përflitet shumë në opinion, se qytetarëve për punësime të ndryshme, qoftë në administratë. Dhe ju si deputet, keni pasur ndonjë ankesë të tillë, ka ardhur dikush është ankuar? Po, kam pas. Qoftë në administratë, qoftë në institucione tjera, që njerëzve ose shqiptarëve të cilat duan të konkurrojnë ose të punësohen, u kërkohet suma të caktuar të mjeteve. Ankesa kom pas, po është e vërtet, si deputet kom pas, edhe para se të jem deputet kom pas. Edhe kom reagu, po ka që kom reagu. Në më thonë, reagimet e mija kanë hasë në vesh të shurdër, thot populli. Kjo është një edhe dyta. Çështja e përfaqësimit drejt dhe adekuat është kategori kushtetuese. Dhe tani ne flasim 2015 për implementimin ose për implementimin e një kategorie kushtetuese, për përfaqësimin e drejt dhe adekuat. Ne mendojmë se kjo kategori kushtetuese duhet të respektohet nga gjitha institucione, president, kryeministër, ministra, e kështu me radhë dhe kështu me radhë. Dhe kjo punë, kjo kategori kushtetuese, leje që nuk është implementuar, po ka pas përfaqësim drejt në kuptimin përfaqësim maqedon, jo përfaqësim shqiptar. Dhe në këtë rast, ne mendojmë se sekretariati për implementim të marrëveshjes Ohrit nuk ka nevojë të ekziston si institucion, sepse në përmjet sekretariatit bëhet manipulim në përmjet punësimeve dhe kjo në një farë është korrupsion i votuesit. Zoti Mehmeti, pse nuk reagoni më shumë ndaj korrupsionit dhe krimit politik, por dhe institucional në Maqedoni, me që shpesh keni konstatuar një gjë të tillë? Unë mendoj se RDK-ja ka pas shumë qëndrime dhe komunikata përse i përket punës së korrupsionit dhe nuk besoj se nuk kemi reagu. Ma merr mendja që çdo parti politike ka reagu përse i përket korrupsionit, por një gjë duhet ta theksojmë. Korrupsioni është kanceri i kësaj shoqërie. Nuk është e rëndësishme nga vjen ajo,
do thot argumenti se hajtë ta eliminojmë sekretariatin për marrëveshjen vetëm për shkak të korrupsionit është nonsens. Jo, do thot korrupsioni ekziston në çdo ministri, ekziston. Antarët e LDK-s ankohen për fenomenin e punësimit me pagesë ose jo? Nuk ka pas shans që antarët e RDK-s të punësohen për shkak se kemi vështirë, dim shoqërinë, por një gjë duhet ta themi shkurt dhe jem. Korrupsioni e ka shkatruar këtë shoqëri. Korrupsioni e ka eliminuar sundimin e ligjit. Dhe pa rikthimin e sundimit të ligjit në këtë shtet, edhe korrupsion dhe shumë elemente tjera devijuese të jenë pjesë përbërëse kësaj shoqërie. Zoti Osmani, a nuk ju duket e palogjikshme që sekretariati kërkoj sistemimin e gjithë të punësuarve nga sekretariati në institucionet shtetërore dhe si gjykoni spekulimet se kërkojnë shumë para për një vend pune? Unë kur thash ta shohim pasqyrën e madhe, kisha këtë qëllim. Kemi filluar me 3%, tash është 18.2%. Më thonë 20.000 shqiptar janë punësuar në administratë në këtë periudhë. A mund të ketë pasur defekte gjatë këtij procesi? Sigurisht që mund të ketë pasur. 20.000 njerëz është një mal me njerëz që janë futur në administratë në periudhë relativisht të shkurtë kohore. Është e vërtetë tash kemi ardhur në një fazë tjetër që ata të cilët janë punësuar, që kanë mbushur këtë 18.2%, të ngriten në vertikalen e institucioneve dhe kjo është sfidë me të cilët do të duhet të ballafaqohemi në periudhën vijim. Për çështjen e atyre të cilët rrinë në shtëpi ku janë punësuar, dua një herë të sqaroj dilemën. Ata 1.000 ose 1.500 u kalkuluar me numra të tillë, nuk janë të njëjtit njerëz të cilët rrinë në shtëpi dhe marrin rroga, por sapo sistemohet një korpus, një pjesë e tyre, hapet një konkurs i ri me 400-500 edhe automatikisht krijohet një numri mbetet spekulimet se kërkohen para për punësime si gjykon? Unë thash se në këto 20.000 të punësuar vetëm në administratë, jashtë komunave, jashtë qytetit Shkupit, sigurisht se mund të ketë pasur defekte, po është mirë që mos t'i generalizojmë ato fenomene, po dalim me shembuj konkret. Nëse ka pasur një ankesë të tillë, mendoj se duhet dilet me emër, me mbiemër, edhe të tregohet në institucionet përkatëse. Mirë, po tash ta akuzosh 20.000 shqiptar që janë futur në administratë, se janë futur nëpërmjet korrupsionit, mendoj se nuk është e mirë. Them që ka mund të ketë pasur defekte, po është mirë me emër, me mbiemër, për gjithë ju i kemi tegaluar gjitha minutazhin e mundshëm. 20.000 shqiptar ose sa mijë shqiptar kanë hyrë në administratë. Por pyetja konkrete keni pas ankesa apo nuk keni pas ankesa? Thash po, kemi pas ankesa për, domethënë, mitmarrje ose korrupsion për njerëz të caktuar. Dhe me çështjen e atyre njerëzve të cilët kanë marrë mitmarrje, unë mendoj se ka organe kompetente, kemi këtu prokurorën speciale, kështu me radhë, që do merret me atë punë. Nuk jam une ai i cili do të merrem me atë çështje. Vetëm dashje t'ja shpjegoj një moment. Çështjen e sekretariatit nuk e thash të tërhiqet për çështje korruptive. E thash për çështje të implementimit të kategorisë kushtetuese. Domethënë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është kategori kushtetuese. Dhe kategorinë kushtetuese duhet të implementojnë gjithë. Jo të ketë sekretariat. Dhe sekretariati keq përdoret në nuk është i mjaftueshëm. Për fund, zoti Osmani, shkurt, BDI në zgjedhje do të marrë pjesë e vetme? Mendoj që është herët, organet e partisë do të shohin mundësinë. Ajo çfarë ne kemi theksuar është që shqiptarët nuk duhet dalin me shumë lista, domethënë shqiptarët mund të formojnë parti tematike, çfarë do të shofshin, po në zgjedhje nuk duhet dalin me shumë lista, për shkak se e përçojnë trupin votues shqiptar dhe e zvogëlojnë numrin e deputetëve. Shpresojmë që opozita të bashkohet dhe dalin me një blok karshi BDI-s. Dhe nuk do i friksoheshit një bashkimi të tillë? Jo, ne interesin kombëtar vendosim para interesit partive. Zoti Mehmeti, keni deklaruar se dera për bashkëpunim me lëvizjen Besa është e mbyllur, ndërsa unitetin nuk e keni përmendur. Lejoni të jap një shpjegim. Është e vërtetë që dera mbillet dhe hapet është bërë mjaft aktuale në shoqëri dhe në media në përgjithësi. Lejoni të jap një shembull shpejt për të ilustruar më mirë se çfarë duhet të ndodhë. Dikur vonë, do të them, në Kosovë familja Adem Jasharit, më lejoni të shpjegoj se është shumë e rëndësishme. Shkurt, do thotë vetëm të ilustroj. Deri para do kohë,
Flitishte me të madhe nga anë e gazetarëve dhe medjeve dhe shoqërisë në përgjithësi në Kosovë se familja Adem Jasharit ka mbyll derën për Hashim Thaçin, për Xhavit Halitin. Dhe tani, derën e kujt e ka mbyllur RDK, lutem zoti Mehmeti, se themi në fund, derën e kujt e ka mbyllur dhe derën e kujt e ka hapur RDK. Lejoni të jap përgjigjen time. Do thotë, lejoni të përfundoj mendimin se është shumë e rëndësishme është. Doli Murat Jashari, djali Adem Jasharit, dhe u tha medjave se dera nuk është mbyll për askënd. Por, është shumë e rëndësishme njerëzit që e kanë Chelsin për të hap derën, mund të hapin çdo derë. Por njerëzit që kanë keqpërdor në hapjen e derës, duke keqpërdor Chelsin, për ata njerëz nuk ka vend. Ndërsa për njerëzit që janë të sinqertë, që janë kombëtar, që kanë dhënë kontribut kësaj shoqërie, nuk guxoj as unë dhe as kërkushi tjetër të mbille derë për shkak se Chelsin e kanë ato. Tani, për kë është e hapur dera, zoti Mehmeti, për kë është e mbyllur? Dera është e hapur për çdo kënd që është i sinqertë dhe është kombëtar. Dera e Aleancës për shqiptarët është krijuar në mes RDK-s dhe LRPDSH-s. Dhe është shumë e qartë, çdo individ që e ka Chelsin dhe nuk e ka përdorur këtë Chels për keqpërdorime të ndryshme, derën e ka hapur dhe mund të hape cilën do derë për shkak se njeriu që ka dhënë kontribut kombëtar nuk guxon as kërkush t'ia mbyllet derën. Ndërsa për ato që e kanë keqpërdor Chelsin, e din shumë mirë kush janë ato. Kush janë ata që kanë përdor keqpërdor Mendoj se ishte Chelsin? shumë i qartë se kush janë ata. Çdo kush që ka keqpërdor Chelsin Kanë emër për mbi të emër? hyrë në familjen e Adem Jasharit apo për të hyrë në Aleancën për shqiptarët, e kanë Chelsin për të Kanë hyrë. emër mbi emër? Mendoj se isha mjaft i qartë. Zoti Adili, ka zëra se do të bëni koalicion me Besën. Do të bëni një koalicion edhe me Aleancën për shqiptarët? Kjo është qëndrim veçma publik i qartë i unitetit, e kemi thonë disa mediume, se cili është qëndrimi jonë rreth koalicionimeve të mundshme, dhe me thonë, para zgjedhore, sigurisht. Ne kemi thonë shumë hapur se në parim jemi që opozita të bashkohet. Por ne jemi subjekti në fakt më i ri politik në skenën politike shqiptare dhe jemi në fazën e konsolidimit. Tani, në gjithë territorin e Republikës ku banojnë shqiptarët, vetëm kemi kriju, në thot, këshilla për mbajtjen e kuvendit të degëve dhe së shpejti do fillojnë kuvendet e degëve të unitetet në gjithë territorin e Maqedonisë, do shkojmë me mbajtjen e kongresit dhe pastaj do të dalim me qëndrim konkret. Dhe pastaj do vendosni cilën derë të hyni. Në parim, uniteti është për bashkëpunim me gjitha subjektet politike të njëjtit nivel kushtemishtan, në këtë rast pa BDI-n edhe pa PDSH-n. Për arsye se edhe BDI-ja, edhe PDSH-ja... Ka që nga ju vetëm një përgjigje konkrete se me këtë do të bashkëpunonit e jo. Falemderit shumë gjithve që ishit pjesë e emisionit të sonëtëm. Juve shikues të nderuar, ju falemderit për vëmendjen dhe shihemi javën e ardhshme.